Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Fier, ku babai dyshohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij 12 vjeçare. Në njoftimin paraprak të policisë shkruhet: specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier arrestuan në flagrant shtetasin ZM 36 vjeç, banues në fshatin Sheqisht, Patos, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën e tij 12 vjeç. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë, jurisdiksionit të përgjithshëm Fier, për veprime të mëtejshme. Bëhet fjalë për Zamir Metën, 36 vjeç, babai 7 fëmijëve. Nëna e vajzës shprehet se bashkëshorti i saj duhet të marrë dënimin e merituar. E ka qurë për rehabilitim, për shërim, se vajza ka lojnë depresion, një ngjarje e rëndë që më ndodhe. Unë kërkoj një kontakt me vajzën që ta shoh të tako. Unë Karanjalli madhë, babaj, unë të qitë atje i mora vesh në policisë që kështë e kërë babaj me vajzën. Me dhe si po, një njëri që më ka për e vladi, dhe kalpet në burgët marri dënimin e merituar. I mora atje vesh në policia atje nga vajza dhe nga ato vajzat atje. Vajza detyrua kishte kalu në depresion, ishe jetu në adretarje, kishte iku në shtëpia dje, ishe vajzë të i komshie këtu, kishte marrë komshie, kishte edhe mbuk, kishte tregur vajzat gjitha sa komshies, edhe ata kishin lajmëruar policin, edhe policia kishte thënë që kështu se para unë e lajmërova bëra denoncim për vajzën, që më ka humbur vajza, se më kishte ikur, unë nuk e di arsyen, sepse kishte dje, në orën 4. Në orën 4 dje më zgjon vajza e dytë. Më thonë ngreu mami se ka ikë motra në shtëpia. Dali unë kërkoj, s'ka, lajmëroj policinë, vetë bëj denoncim. Vjen policia, kërkon policia e merr prapa ajo komshia në telefon dhe kishte thënë policia është vajza që e kanë denoncuar. Shkojmë në polici unë, vajza kishte thënë tëra që çai kishte bërë babai. Unë kam 13 vjet martuar me këtë burr. Ai para syve të mi, se isha vende prapa krave të mi, unë nuk dija gjë. Unë me një tu fëmijë bija ndar edhe në gjesë ndjeja. Ai mund më vriste edhe në gjumë. Që unë të gjitha vjen polici mora vesh e më ra si bombë. Vajzën tashi më ka strehu, shteti më ka çuar Tiranë. Vajza është 12 vjeç. Vajza kaloi në atë depresion sa iku në shtëpi. Me mua vajza nuk fliste. Nuk fliste, vetëm ishte agravuar, bërtiste, zgresh me motrën, me vllezërin. Jo vetëm ishte agravuar, se vajza s'u kishte treguar gjë, ishte vetëm e mërzitur në një agravuar me vllezërit, ziresh me motrën. Vajza kishte, unë dje i mora vesh polici, vajza kishte thënë që 5 vjeç i Gjermani. Edhe këtu kishte thënë vajza, më ra ky halli math mua me vajzën, më ra dhe halli math, jam me 6 fëmijë këtu. Vajzën e kam Tiranë. Këto shtëpi tash nuk janë të mijat. Po më ka vënë ultimatim boti do më nxjerri, kam kështu rrojtje. Unë me 6 fëmijë të ardhur s'kam. Unë nuk punoj. Bashkia Fier ka reaguar menjëherë pas publikimit të rastit të ndodhur në familjen Meta në Sheqisht, duke ofruar ndihmë të menjëhershme në masën 2 milion lekë të vjetra, akordimin e një bonusi qeraje ku nëna e 7 fëmijëve të zgjedh banesën dhe qeran do ta paguajë bashkia, si dhe mundësi punësimi në një nga ndërmarrjet e bashkisë. Yela Meta figuron banore e Fierit në gjendje civile, ndërsa prej disa kohësh banonte në një banesë në ruajtje në Sheqishte.